Mirë, le të flasim për një ide vërtet therse nga Ralph Waldo Emerson. Nuk është thjesht një fjali e bukur, jo, është si një bisturi që depërton thellë dhe ekspozon dy sëmundje të heshtura të shpirtit, zilinë dhe imitimin. Dhe kjo, duhet ta kuptojmë, nuk është thjesht një citat për të shpërndarë në internet. Ky është përshkrimi i një momenti vendimtar në pjekurinë e një njeriu. Emerson po flet për atë çastin kur dikush ndalon se kërkoj vlerën e vet të tjerët dhe fillon ta gjejë atë brenda vetes. Është në thelb një hartë për të jetuar në mënyrë autentike. Pra, ja si do ta zbërthem këtë ide kaq të fuqishme. Do të nisemi nga ky udhkryq për të cilin flet Emerson, pastaj do të analizojmë me kujdes se çfarë do të thotë që zilia është ignorancë dhe imitimi vetvrasje. Më pas, do të bëjmë një dallim kyç mes të mësuarit dhe kopimit, dhe në fund do të shohim zgjidhjen, si ndërtohet vetja. Atëherë, pika e parë. Kur Emersoni përmend fjalën edukim, harojeni shkollën apo universitetin. Ai referohet atij momentit të qartësisë, atij zgjimi mendor, kur një person e kupton se krahasimi i vazhdueshëm me tjerët është një kurth, një lojë pafund dhe pafitues. Dhe ky është një udhtim që në fakt të gjithë duhet ta bëjnë. Fillon në fëmijëri ku mësojmë duke imituar. Por pjekuria e vërtet, ajo e duhura, arrin vetëm kur ky zakon zëvendësohet nga një besim i thellë tek vetja dhe tek rruga jon unike. Okej, tani vim te pjesa e parë e sëmundjes. Zilia. Emerson e quan ignorancë. Kjo tingëllon pak e fortë apo jo? Zilia ndihet si një zjarr, një emocion kaq i fuqishëm. Si mund të jetë ignorancë? E po, ja pse. Sepse ignoranca në këtë kontekst nuk do të thotë mungesë faktesh. Jo, është diçka më e thellë. Është një keqlexim total i realitetit. Një lloj vërbrie ndaj potencialit tënd dhe në të njëjtën kohë ndaj historisë së plotë me mund dhe sakrifica të personit tjetër. Imagjinoni pak një iceberg. Zilia është e fiksuar vetëm atë që shkëlqen si për ujë, suksesin, famën, pasurinë, por ignoron plotësisht masën e stërmadhe poshtë ujit, dështimet, orët pa gjomë, sakrificat, rrezikun. Ajo operon mbi besime thellësisht të gabuara, se jeta është një garë ku fiton vetëm njëri, dhe se të gjithë po vrapojmë në të njëjtën pistë. Dhe kjo na çon në një të vërtetë tjetër, paksa të hidhur. Në thelb, zilia është një formë dembelizmi. Është gjithmonë më e lehtë të ulesh dhe të ankohesh për fatin e tjetrit, sesa të ngrihesh dhe të bësh punën e mundimshme për të ndërtuar diçka tënde. Zilia djeg energjinë, ndërsa puna ndërton. Dhe pastaj vim tek pjesa e dytë, që është ndoshta edhe më tronditse. Imitimi është vetvrasje. Kjo fjalë është zgjedhur me shumë kujdes nga Emersoni. Ai nuk po flet për një gabim të vogël, ai po flet për një akt të vetshkatrimit të identitetit. Çfarë vret saktësisht imitimi? E po, së pari, vret zërin unik të një personi, atë perspektivën e veçantë që askush tjetër nuk e ka. Pastaj vret guximin për të provuar diçka të re dhe për të dështuar sipas kushteve të tua. Dhe në fund, vret vetë misionin, atë kontribut unik që vetëm ai individ mund t'ja jepte botës. Tani, këto dy koncepte janë të lidhura në mënyrë të frikshme, nuk janë të ndara. Zilia është diagnoza e gabuar. Ajo shes suksesin e dikujt tjetër dhe thot, problemi është se unë nuk kam atë që ka ai. Dhe cila është pasoja? Imitimi. Imitimi ofrohet si kura e reme për këtë diagnozë të reme. Ideja është, nëse e kopjoj atë, do të kem edhe unë atë që ka ai. Por kjo thjesht e thellon problemin, sepse një fitore e arritur përmes kopimit nuk është kurrë një fitore e vërtet. Por, kujdes, këtu duhet jemi shumë të qartë. Emerson nuk po thotë që ti izolohemi dhe të mos mësojmë kurrë nga të tjerët, absolutisht jo. Ai po thotë se ka një vijë shumë të hollë por thelbësore mes të mësuarit nga dikush dhe imitimit të verbër. Dallimi është ky: të mësosh do të thotë të marrësh parimet, thelbin e diçkaje dhe t'i përshtatësh në kontekstin tënd, ta bësh tëndën, ndërsa të imitosh thjesht merr formën e jashtme, pa e kuptuar përmbajtjen, e vesh si një mask, por poshtë saj nuk ka asgjë autentike. Mirë. Atëre, cila është rruga përpara, cila është zgjidhja? Emersoni e ka një fjalë për këtë, vetë besim. Dhe kjo nuk ka të bëjë me egoizëm apo me të qenit i vetmuar. Ka të bëjë me punën kurajoze për të ndërtuar një jetë duke përdorur materialet unike që secili zotron. Metafora e tij më e bukur është ajo e parcelës vetjake të tokës. Domethënë secili prej nesh ka një kombinim unik të talenteve, rrethanave dhe sfidave. Suksesi vërtet nuk vjen duke lakmuar parcelën e fshinjit, por duke punuar me zell atë që na është dhënë. Ky është vetbesimi.
përgjegjësi jo arrogancë. Pra si ndërtohet vetja, fillon me pranimin radikal të pjesës që i takon secilit. Kjo do të thotë të pranosh talentet vetjake pa u bërë arrogant, të pranosh kufizimet pa ndier turp, të kuptosh thellësisht se nuk është e nevojshme të jesh dikush tjetër për të pasur vlerë, dhe mbi të gjitha ti besosh zërit të brendshëm më shumë se sa zhurmës së turmës. Dhe kjo na sjell në një ide vërtet të mrekullueshme. Çdo qenie njerëzore është një eksperiment unik i universit, i papërsëritshëm. Potenciali nuk është diçka që mund ta mendosh apo ta planifikosh. Jo, ai zbulohet vetëm përmes veprimit, vetëm duke provuar, duke dështuar, duke mësuar dhe duke u ringritur. Dhe nëse ka një kohë kur kjo ide është jetike, është pikërisht tani. Në epokën e mediave sociale, jemi të bombarduar vazhdimisht me modele të gatshme suksesi, duke bërë krahasimin dhe tundimin për të imituar pothuajse të pashmangshëm. Por mesazhi i Emersonit është i qartë: vlera e vërtet nuk merret hua, ajo ndërtohet. Sepse në fund të ditës, shpërblimi është i jashtëzakonshëm. Në momentin që hiqet dorë nga zilia dhe imitimi, nuk fitohet thjesht paqe mendore. Fitohet diçka shumë e madhe, gjëja më e rrallë në botë. Një jetë që është autentikisht dhe plotësisht e jotja. Dhe ky është çlirimi i vërtet. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për reflektim, një pyetje që Emersoni do të donte t'ja bënin vetes. Jeta që po jetojmë, a është një krijim origjinal apo një kopje zbehtë e diçkaje tjetër? Sepse vetëm ai që nuk imiton mund të krijojë, dhe vetëm ai që nuk e ka zilin udhërfyes mund të jetë vërtet i lirë.